A ke vënë re ndonjëherë se disa nga njerëzit më inteligjent duken çuditërisht të ftohtë? Ata nuk flasin shumë, nuk qeshin me çdo shaka, nuk përpiqen të fitojnë vëmendjen e të tjerëve dhe shpesh, kur të gjithë po diskutojnë me emocion, ata thjesht heshtin dhe vëzhgojnë. Për këtë arsye, shumë njerëz i konsiderojnë arrogant, indiferent apo edhe të pandjeshëm. Por psikologjia tregon se pas kësaj sjelljeje mund të fshihet diçka krejt tjetër. Sepse ndonjëherë, sa më shumë që një person kupton, aq më pak ndjen nevojën për të reaguar ndaj çdo gjëje. Dhe arsyeja pse një njeri inteligjent mund të duket i ftohtë, mund të mos ketë fare lidhje me mungesën e emocioneve. Në fakt, mund të jetë pikërisht e kundërta. Në këtë video do të zbulojmë 5 arsye psikologjike pse njerëzit inteligjent shpesh duken të distancuar, të qetë dhe të vështirë për të kuptuar. Dhe arsyeja e fundit është ajo që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë kurrë. Imagjino një situatë të zakonshme. Je në një tavolinë me disa njerëz. Dikush bën një koment provokues. Një tjetër fillon të debatojë. Të gjithë flasin njëkohësisht, përpiqen të provojnë se kanë të drejtë dhe emocionet rriten. Por një person në tavolinë nuk thot asgjë. Ai thjesht dëgjon, nuk ndërhyn, nuk ngre zërin, nuk përpiqet të fitojë debatin. Dhe pas pak, dikush mund të mendojë, ky person është shumë i ftohtë. Por këtu qëndron një keqkuptim i madh. Heshtja nuk do të thotë mungesë inteligjence, dhe qetësia nuk do të thotë mungesë emocionesh. Në shumë raste, një person që mendon në mënyrë të thellë nuk e sheh çdo situatë si një betejë ku duhet të marrë pjesë. Ai pyet veten, a ia vlen vërtet të përgjigjem? Dhe kjo pyetje e vogël mund të ndryshojë komplet mënyrën se si një njeri sillet. Një person impulsiv mund të reagojë menjëherë ndaj një fyerjeje. Një person më reflektues mund të ndalojë për disa sekonda dhe të analizojë situatën. Kush e tha? Pse e tha? Çfarë synon? A do të ndryshoj diçka nëse unë përgjigjem? Dhe ndonjëherë përgjigja është jo. Prandaj ai hesht. Nga jashtë, kjo mund të duket si indiferencë, por nga brenda mund të jetë procesim. Mendja e tij nuk është bosh. Përkundrazi, ajo mund të jetë duke analizuar shumë më tepër se sa njerëzit përreth mund ta imagjinojnë. Një nga gabimet që bëjmë shpesh është se lidhim inteligjencën me mënyrën se si një person shprehet. Nëse dikush flet shumë, mendojmë se është i zgjuar. Nëse dikush ka gjithmonë një përgjigje, mendojmë se është i sigurt. Nëse dikush debaton fort, mendojmë se ka argumente të forta. Por inteligjenca nuk matet me numrin e fjalëve që thua. Ndonjëherë, ajo shfaqet pikërisht në fjalët që zgjedh të mos thuash. Një person mund të kuptojë se një debat nuk po zhvillohet për të gjetur të vërtetën, po zhvillohet vetëm për të parë se kush do të ketë fjalën e fundit. Dhe në një situatë të tillë, largimi nuk është domosdoshmërisht dobësi. Mund të jetë zgjedhje. Mendo për këtë. A ke takuar ndonjëherë dikë që përpiqet të bindë me çdo kusht se ka të drejtë? Sa më shumë që ti nuk pajtohesh, aq më shumë ai flet. Ngrit zërin. Përsërit të njëjtin argument. Përpiqet të kapë në gabim. Ndërsa një person tjetër mund të dëgjojë dhe të thotë, e kuptoj këndvështrimin tënd, dhe ta mbyll aty. Kjo nuk do të thotë se ai nuk ka mendim. Do të thotë se ai mund të mos ketë nevojë ta imponojë atë. Dhe këtu fillon të kuptohet pse disa njerëz inteligjent duken të ftohtë. Ata mund të kenë mësuar se jo çdo gjë kërkon një reagim. Jo çdo kritik kërkon mbrojtje. Jo çdo provokim kërkon kundërpërgjigje. Dhe jo çdo person meriton qasje të plotë në botën e tyre emocionale. Por ekziston edhe një arsye tjetër. Njerëzit inteligjent shpesh mund të jenë më të vetëdijshëm për kompleksitetin e situatave. Kur një person sheh një problem shumë thjesht, përgjigja mund t'i duket e menjëhershme. Është kështu. Ky person është fajtor. Ky është i mirë. Ky është i keq. Por sa më shumë detaj e kupton, aq më vështirë bëhet të japësh një përgjigje absolute. Sepse realiteti rrallë është bardhë e zi. Një person mund të ketë bërë diçka të gabuar dhe përsëri të ketë një arsye pse e bëri. Dikush mund të duket arrogant,
por në të vërtet mund të jetë i pasigurt. Dikush mund të duket i ftohtë, por mund të jetë emocionalisht shumë i ndjeshëm. Dikush mund të mos flasë shumë, jo sepse nuk ka çfarë të thotë, por sepse po mendon para se të flasë. Kjo aftësi për të parë disa këndvështrime njëkohësisht mund ta bëjë një person më pak impulsiv. Dhe për njerëzit që janë mësuar me reagime të menjëhershme, kjo qetësi mund të duket e çuditshme. Madje mund të interpretohet si mungesë interesi. Por këtu duhet bërë një dallim shumë i rëndësishëm. Jo çdo person i ftohtë është inteligjent, dhe jo çdo person i heshtur është më i zgjuar se të tjerët. Kjo është pikërisht ajo që duhet të kuptojmë. Sjellja e jashtme nuk është një test inteligjence. Një person mund të jetë i heshtur sepse është i turpshëm, mund të jetë i tërhequr, mund të jetë i lodhur, mund të ketë probleme emocionale, ose thjesht mund të mos ketë dëshirë të flasë. Prandaj nuk duhet të romantizojmë çdo sjellje të ftohtë si shenjë gjenialiteti, por ekziston një model interesant që shihet te disa njerëz shumë reflektues. Ata nuk reagojnë automatikisht. Ata krijojnë një hapësirë mes asaj që ndodh dhe mënyrës se si përgjigjen. Dhe pikërisht kjo hapësirë është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse aty ndodh mendimi. Dikush të ofendon. Stimuli është fyerja, por midis fyerjes dhe përgjigjes ekziston një moment. Një person impulsiv e kalon atë moment pa e vënë re. Një person i qetë mund ta përdor. Ai mendon. Pse po e marr kaq seriozisht? Çfarë po përpiqet të bëjë ky person? A do të fitoj diçka duke reaguar? Dhe vetëm pastaj vendos. Kjo është një nga format më të fuqishme të vetkontrollit. Dhe tani vjen pjesa interesante. Shpesh, njerëzit nuk e gjykojnë një person bazuar në atë që ai mendon. E gjykojnë bazuar në atë që ata shohin. Nëse ti nuk buzëqesh shumë, mund të të quajnë të ftohtë. Nëse nuk flet shumë, mund të të quajnë arrogant. Nëse nuk reagon ndaj dramës, mund të mendojnë se nuk të intereson. Por askush nuk mund të shohë drejt për drejt procesin që ndodh në mendjen tënde. Kjo krijon një problem të madh. Njerëzit plotësojnë boshëllëqet me supozime. Kur nuk e din çfarë po mendon, ata shpikin një shpjegim. Është arrogant. Është i mërzitur. Nuk i pëlqej. Është i ftohtë. Ndërkohë, realiteti mund të jetë krejt tjetër. Ndoshta ai person thjesht po mendon. Ndoshta nuk di si ta shpreh atë që ndjen. Ndoshta ka nevojë për kohë përpara se të hapet. Ose ndoshta e ka kuptuar se jo çdo marrëdhënie duhet të jetë e thellë. Dhe kjo na çon te një tjetër tipar që shpesh lidhet me njerëzit shumë selektiv. Ata mund të zgjedhin me kujdes se kujt i kushtojnë energjinë e tyre. Koha është e kufizuar. Vëmendja është e kufizuar. Energjia mendore është e kufizuar. Nëse një person përpiqet të kënaqë çdo njeri, të përgjigjet ndaj çdo mesazhi, të marrë pjesë në çdo debat dhe të shpjegojë çdo vendim që merr, ai shpenzon një sasi të madhe energjie. Disa njerëz, me kalimin e kohës, mësojnë të vendosin kufi. Jo sepse nuk u intereson askush, por sepse kuptojnë se vëmendja është një burim i çmuar. Prandaj mund të mos përgjigjen menjëherë. Mund të refuzojnë një ftesë. Mund të largohen nga një debat. Mund të mos japin shpjegime për çdo vendim. Nga jashtë kjo mund të duket si ftohtësi, por ndonjëherë është thjesht selektivitet. Dhe ky është një ndryshim shumë i madh. Megjithatë, ekziston edhe një paradoks. Sa më shumë që një person mëson për njerëzit, aq më shumë mund të bëhet i kujdesshëm në marrëdhënie, sepse ai fillon të kuptojë diçka. Jo çdo buzëqeshje është miqësi. Jo çdo kompliment është sinqeritet. Jo çdo premtim do të mbahet. Dhe jo çdo person që të afrohet ka qëllime të mira. Pasi e kupton këtë, mund të mos hapesh menjëherë. Ti vëzhgon, dëgjon, shikon nëse fjalët përputhen me veprimet. Dhe vetëm pas kësaj vendos nëse do ta lejosh dikë të afrohet. Për një person të jashtëm, kjo mund të duket si distancë, por për personin që e bën, mund të jetë mbrojtje. Një mënyrë për të mos dhënë besim pa e fituar tjetri.
Dhe ndoshta këtu qëndron një nga arsyet më të mëdha pse njerëzit inteligjent shpesh keqkuptohen. Ata nuk janë gjithmonë të ftohtë. Ata thjesht mund të mos jenë të hapur me të gjithë. Ka një ndryshim të madh midis të qenit emocionalisht i ftohtë dhe të qenit emocionalisht selektiv. Një person i ftohtë mund të mos kujdeset. Një person selektiv mund të kujdeset shumë, por vetëm për njerëzit që i konsideron të rëndësishëm. Dhe ndonjëherë, pikërisht personi që duket më i rezervuar para të gjithëve, është jashtëzakonisht i ngrohtë me rrethin e tij të ngushtë. Kjo është arsyeja pse nuk duhet ta gjykojmë një person vetëm nga sjellja e tij në një ambient publik, sepse ajo që shohim mund të jetë vetëm një pjesë e vogël e historisë. Dhe në pjesën tjetër, mund të fshihet një botë e tërë emocionesh që askush nuk i sheh. Por kjo nuk është e vetmja arsye pse inteligjenca mund të duket si ftohtësi. Ekziston një tjetër faktor shumë më interesant. Sa më shumë që një person kupton veten dhe njerëzit përreth tij, aq më pak nevojë mund të ndjej për miratim. Dhe pikërisht këtu fillon pjesa më interesante e historisë. A ka nevojë të pëlqejë të gjithë? Një nga gjërat më interesante që mund të vëreshte disa njerëz shumë të pavarur në mendim, është se ata nuk përpiqen vazhdimisht të pëlqehen. Dhe kjo, në një shoqëri ku miratimi social ka shumë rëndësi, mund të duket e çuditshme. Shumica e njerëzve, në një mënyrë ose në një tjetër, duan të pranohen. Duam që të tjerët të na konsiderojnë të zgjuar, të suksesshëm, të mirë, të dashur, të rëndësishëm. Kur dikush na kritikon, instinkti ynë i parë shpesh është të mbrohemi. Jo, nuk është kështu. Ti më ke keqkuptuar. Unë nuk e bëra për atë arsye. Dhe kjo është krejt njerëzore. Por disa njerëz arrin në një pikë ku nuk ndjejnë më nevojën për të shpjeguar çdo gjë. Nëse dikush i keqkupton, ata nuk përpiqen gjithmonë ta korrigjojnë. Nëse dikush nuk i pëlqen, ata nuk përpiqen me çdo kusht ta fitojnë. Nëse dikush kritikon një vendim të tyre, ata nuk ndjejnë automatikisht nevojën për të dhënë një shpjegim të gjatë. Nga jashtë, mund të duket si arrogancë, por ndonjëherë është thjesht pavarësi psikologjike. Mendo pak për këtë. Sa më shumë të varen emocionet e tua nga mendimi i të tjerëve, aq më shumë kontroll kanë të tjerët mbi ty. Nëse dikush të lavdëron, ndihesh mirë. Nëse të kritikon, ndihesh keq. Nëse të pranon, je i qetë. Nëse të refuzon, fillon të dyshosh te vetja. Kështu, pa e kuptuar, gjendja jote emocionale fillon të kontrollohet nga njerëzit përreth. Një person më i pavarur mund të mendojë: unë do të dëgjoj kritikën, por nuk do të lejoj që ajo të përcaktoj kush jam. Ky është një ndryshim i madh. Ai nuk do të thotë se personi nuk ka emocione. Do të thotë se emocionet nuk marrin gjithmonë kontrollin e vendimeve. Dhe kjo mund të krijojë përshtypjen e një personi të ftohtë. Por ka edhe diçka tjetër. Njerëzit që mendojnë shumë shpesh e kuptojnë se nuk mund t'i kontrollojnë perceptimet e të tjerëve. Ti mund të sillesh me respekt dhe dikush përsëri mund të mendojë se je arrogant. Mund të jesh i sinqert dhe dikush mund të mendojë se je i pasjellshëm. Mund të jesh i qetë dhe dikush mund të mendojë se je indiferent. Mund të ndihmosh dik dhe ai përsëri mund të mos të vlerësojë. Në një moment, përpjekja për të kontrolluar mendimin e çdo personi bëhet raskapitëse. Dhe disa njerëz thjesht ndalojnë së provuari. Ata thonë: unë e di kush jam. Nuk mund të kontrolloj se çfarë mendon çdo njeri për mua. Kjo është një formë pjekurie, por shpesh keq interpretohet si ftohtësi. Tani imagjino një person që hyn në një dhomë. Ai nuk përpiqet të jetë personi më interesant. Nuk tregon histori vetëm për të marrë vëmendje. Nuk ndërpret të tjerët. Nuk përpiqet të bëj shaka çdo 30 sekonda. Ai dëgjon. Kur flet, zgjedh fjalët. Kur nuk ka diçka për të thënë, hesht. Dikush mund të mendojë: ky njeri e mban veten shumë lart, por mund të jetë krejt e kundërta. Mund të jetë një person që nuk ndjen nevojë të performojë për të fituar vlerë. Dhe kjo është një nga gjërat që njerëzit shpesh e keqkuptojnë. Të jesh i qetë nuk do të thotë se mendon se je më i mirë se të tjerët. Ndonjëherë do të thotë se nuk ke nevojë të provosh asgjë.
Por këtu duhet të bëjmë një ndarje shumë të rëndësishme, sepse ekziston një vijë shumë e hollë midis vetbesimit dhe arrogancës. Një person mund të thotë, nuk kam nevojë që të gjithë të më pëlqejnë. Kjo mund të jetë shenjë pavarësie, por nëse thotë, nuk më intereson askush sepse të gjithë janë më poshtë se unë, kjo është diçka krejt tjetër. Prandaj inteligjenca nuk duhet përdorur si justifikim për mungesë empatie. Një person inteligjent nuk është automatikisht një person i mirë. Mund të jesh shumë inteligjent dhe përsëri arrogant. Mund të jesh shumë i zgjuar dhe përsëri manipulues. Mund të jesh shumë analitik dhe përsëri të sillesh keq me njerëzit. Prandaj ajo që po analizojmë nuk është inteligjenca si një superfuqi. Po flasim për disa modele sjelljeje që mund të shfaqen te njerëzit reflektues, të pavarur dhe shumë analitik. Dhe një nga këto modele është vëzhgimi. Një person që vëzhgon shumë mund të duket i heshtur, por në të vërtetë ai mund të jetë duke mbledhur informacion. Si flet dikush, si sillet kur nuk ka nevojë të impresionojë askënd, si trajton një kamerier, si sillet kur humbet, si reagon kur dikush tjetër ka sukses, si flet për njerëzit që nuk janë në dhomë. Këto detaje tregojnë shumë. Dhe një person shumë observues mund të mos jap menjëherë mendimin e tij. Ai pret, sepse fjalët mund të gënjejnë. Sjellja përsëritet. Dhe pikërisht për këtë arsye, disa njerëz preferojnë të shohin më shumë dhe të flasin më pak. Kjo mund të jetë edhe arsyeja pse një person i tillë nuk krijon miqësi me shumë njerëz. Jo domosdoshmërisht sepse nuk i pëlqejnë njerëzit, por sepse preferon marrëdhënie më të thella. Për të, mund të jetë më e vlefshme të ketë 2 ose 3 njerëz që i njeh vërtet, sesa 100 kontakte sipërfaqësore. Ai nuk ka nevojë të jetë i rrethuar vazhdimisht. Mund të kalojë kohë vetëm. Dhe kjo është një tjetër sjellje që shpesh keq kuptohet. Shoqëria moderne na mëson se të jesh vazhdimisht i rrethuar nga njerëz do të thotë të jesh i lumtur. Por vetmia dhe vetmia e zgjedhur nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Një person mund të jetë vetëm dhe të ndihet jashtëzakonisht mirë. Mund të lexojë, të mendojë, të krijojë, të planifikojë, të analizojë jetën e tij dhe të mos ketë nevojë për zhurmë të vazhdueshme. Në fakt, disa njerëz zbulojnë se janë më produktiv kur janë vetëm, sepse nuk duhet të përshtaten vazhdimisht me ritmin emocional të tjerëve. Nuk duhet të shpjegojnë çdo mendim. Nuk duhet të reagojnë ndaj çdo mesazhi. Nuk duhet të marrin pjesë në çdo bisedë. Mund të jenë thjesht me veten. Dhe në atë qetësi mund të shfaqet diçka që në jetën e përditshme shpesh humbet. Qartësia. Kur gjithçka është zhurmë, është e vështirë të dëgjosh mendimet e tua. Por kur gjithçka qetësohet, fillon të kuptosh çfarë dëshiron, çfarë të shqetëson, kush të bën mirë, kush të konsumon, dhe cilat gjëra nuk kanë më rëndësi. Megjithatë, ekziston një problem. Një person që mësohet shumë me vetmin mund të bëhet edhe tepër i mbyllur. Dhe këtu inteligjenca nuk është më avantazh. Nëse një njeri përdor unë jam thjesht inteligjent për të justifikuar izolimin, mungesën e komunikimit ose paftësinë për të shprehur emocionet, atëherë kemi një problem tjetër. Sepse të kuptosh njerëzit nuk mjafton. Duhet edhe të dish të lidhesh me ta. Duhet të dish të dëgjosh, të kërkosh falje, të tregosh dobësi, të thuash, kam gabuar, kam nevojë për ty, u lëndova, faleminderit. Këto nuk janë shenja dobësie. Në shumë raste, janë shenja të një inteligjence emocionale më të zhvilluar. Dhe këtu kemi një paradoks të madh. Një person mund të jetë shumë inteligjent në mënyrën se si zgjidh problemet, por shumë i dobët në mënyrën se si menaxhon emocionet. Mund të kuptoj një problem matematikor për disa minuta, por të mos kuptoj pse partneri i tij është lënduar. Mund të analizoj një biznes në mënyrë perfekte, por të mos di të komunikoj kur është i friksuar. Mund të kuptoj motivet e njerëzve, por të mos di të shpreh nevojat e veta. Prandaj inteligjenca e vërtet nuk është vetëm aftësia për të menduar, është edhe aftësia për të kuptuar veten.
Dhe tani arrim te një nga arsyet më të fuqishme pse disa njerëz duken të ftohtë. Ata mund të kenë mësuar të kontrollojnë reagimet e tyre. Jo emocionet, reagimet. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Mund të jesh i zemëruar dhe të mos bërtasësh. Mund të jesh i lënduar dhe të mos hakmeresh. Mund të jesh i friksuar dhe përsëri të marrësh një vendim racional. Mund të jesh i zhgënjur dhe të mos e shkatërosh marrëdhënien. Kjo nuk do të thotë se nuk ndjen. Do të thotë se nuk lejon që çdo emocion të kthehet automatikisht në veprim. Dhe kjo është një aftësi jashtëzakonisht e vlefshme. Mendo për një zjarr. Nëse dikush hedh benzinë mbi të, zjarri rritet. Nëse dikush largohet dhe nuk ushen flakët, ajo fillon të shuhet. Emocionet funksionojnë në mënyrë të ngjashme. Një koment mund të zemërojë. Pastaj ti i përgjigjesh. Personi tjetër përgjigjet përsëri. Ti zemërohesh më shumë. Dhe brenda pak minutash, një fjalë e vogël është kthyer në një konflikt të madh. Por nëse ndalon, nëse merr frymë, nëse nuk përgjigjesh menjëherë, ti i heq konfliktit karburantin. Kjo është arsyeja pse një person i qetë mund të duket i ftohtë në mes të një konflikti. Në fakt, ai mund të jetë duke bërë diçka shumë të vështirë, duke mos lejuar që emocioni i momentit të vendosë për të. Por ka edhe një sekret tjetër. Ndonjëherë njerëzit inteligjent nuk duken të ftohtë sepse ndjejnë më pak. Duken të ftohtë sepse ndjejnë shumë. Një person shumë i ndjeshëm mund të mësojë të ndërtojë mure. Jo sepse nuk ka emocione, por sepse ka pasur shumë. Nëse ke qenë i zhgënjur disa herë, mund të bëhesh më i kujdesshëm. Nëse ke besuar dikë dhe je lënduar, mund të mos besosh menjëherë përsëri. Nëse ke folur hapur dhe je gjykuar, mund të fillosh të flasësh më pak. Dhe njerëzit shohin vetëm rezultatin. Është bërë i ftohtë, por nuk shohin historinë që e krijoi atë sjellje. Nuk shohin netët kur ai person është menduar gjatë. Nuk shohin zhgënjimet. Nuk shohin njerëzit që e kanë bërë të humbas besimin. Nuk shohin arsyet pse ai tani zgjedh me kujdes kë lejon pranë. Prandaj, herën tjetër që takon dikë që flet pak, nuk buzëqesh shumë dhe duket i distancuar, mos nxito ta gjykosh. Mund të jetë arrogant, mund të jetë i turpshëm, mund të jetë i lodhur, mund të jetë i mbyllur emocionalisht, ose mund të jetë thjesht një person që ka mësuar të mos e shpërndaj energjinë e tij kudo. Ne nuk mund ta dimë vetëm nga pamja e jashtme. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën psikologjinë kaq interesante, sepse sjellja që shohim nuk është gjithmonë arsyeja e vërtetë. Ndonjëherë, pas një heshtjeje fshihet mendimi, pas distancës fshihet kujdesi, pas qetësisë fshihet vetkontrolli, dhe pas një fytyre që duket e ftohtë, mund të fshihet një person që ndjen shumë më tepër nga sa lejon të tjerët të shohin. Por ekziston edhe një arsye shumë më e thellë. Një arsye që lidhet me faktin se disa njerëz fillojnë të kuptojnë se jo të gjithë mund t'i kuptojnë ata. Dhe kur kjo ndodh, ata nuk përpiqen më të shpjegojnë veten. Ata thjesht heshtin. Dhe pikërisht kjo heshtje mund të jetë gjëja që të tjerët e interpretojnë më gabim. E kë është ftohtësi, është thellësi. Ndonjëherë, personi që duket më i qetë në dhomë është ai që po mendon më shumë. Ai nuk ka nevojë të flasë për çdo mendim. Nuk ka nevojë të shpjegojë çdo vendim. Dhe mbi të gjitha, nuk ka nevojë t'i bindë të gjithë se kush është, sepse me kalimin e kohës, disa njerëz kuptojnë një të vërtetë të rëndësishme. Nuk mund të kontrollosh mënyrën se si të shohin të tjerët. Mund të jesh i mirë dhe dikush përsëri do të quajë të keq. Mund të jesh i sinqert dhe dikush përsëri do të quajë arrogant. Mund të heshtësh për të shmangur një konflikt dhe dikush përsëri do të thotë se je i ftohtë. Në një moment, përpjekja për të kontrolluar çdo perceptim bëhet shumë e lodhshme. Dhe pikërisht atëherë disa njerëz zgjedhin diçka tjetër, të jenë vetvetja, jo për të impresionuar, jo për të marrë miratim, jo për të fituar çdo debat, por sepse kanë kuptuar se paqja e tyre vlen më shumë se mendimi i një të panjohuri. Për e kë një sekret e shumë njerëz e shohin. Njerëzit inteligjent,
ose më sakt njerëzit shumë reflektues, shpesh e kuptojnë se çdo marrëdhënie ka një kosto. Çdo person që lejon të hyjë në jetën tënde merr pak nga koha jote, pak nga energjia jote, pak nga vëmendja jote. Dhe nëse ja jep këto gjëra kujtdo, në fund mund të mbetesh pa asgjë për veten. Prandaj disa njerëz bëhen selektiv. Ata nuk kërkojnë të kenë qindra miq. Kërkojnë disa njerëz me të cilët mund të jenë realisht vetvetja. Nuk kërkojnë biseda që zgjasin me orë. Kërkojnë biseda që kanë kuptim. Nuk kërkojnë njerëz që i duartrokasin. Kërkojnë njerëz që mund t'u thonë të vërtetën edhe kur ajo dhem. Dhe kjo mund t'i bëjë të duken të distancuar. Por distanca nuk është gjithmonë refuzim. Ndonjëherë është përzgjedhje. Mendo për një shtëpi. Dera e saj mund të jetë e mbyllur, por kjo nuk do të thotë se brenda nuk ka ngrohtësi. Thjesht nuk lejon të hyjë çdo njeri. E njëjta gjë ndodh me disa njerëz. Ata mund të jenë shumë të ngrohtë me njerëzit që duan. Mund të jenë jashtëzakonisht besnik. Mund të japin gjithçka për familjen apo miqtë e tyre. Por përpara se të arrish në atë rreth të ngushtë, duhet të fitosh besimin e tyre. Dhe ky është ndryshimi që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Nuk është mungesë emocionesh, është kontroll i aksesit ndaj emocioneve. Por ekziston edhe një mësim tjetër. Mos u përpiq të bëhesh i ftohtë, vetëm sepse ke dëgjuar se kjo të bën të dukesh inteligjent. Të heshtësh nuk të bën automatikisht të zgjuar. Të mos tregosh emocione nuk të bën më të fortë. Të mos kujdesesh për askënd nuk është shenjë superioriteti. Në fakt, inteligjenca e vërtet mund të jetë pikërisht aftësia për të ditur kur duhet të heshtësh dhe kur duhet të flasësh. Kur duhet të largohesh dhe kur duhet të qëndrosh. Kur duhet të mbrohesh dhe kur duhet të pranosh se ke gabuar. Kur duhet të përdorësh logjikën dhe kur duhet të dëgjosh zemrën. Një person vërtet i pjekur nuk përpiqet të duket i ftohtë. Ai përpiqet të jetë i qartë. Nëse dikush e lëndon, ai nuk ka nevojë të hakmerret. Nëse dikush e refuzon, ai nuk ka nevojë të poshtërojë tjetrin. Nëse dikush nuk e kupton, ai nuk ka nevojë të bërtas. Ai thjesht vazhdon, sepse e di se vlera e tij nuk përcaktohet nga reagimi i njerëzve të tjerë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit më të qetë mund të duken ndonjëherë misterioz. Ti nuk e di çfarë po mendojnë, nuk e di çfarë ndjejnë, nuk e di pse nuk reagojnë. Dhe truri i njeriut nuk e pëlqen pasigurinë. Kur nuk kemi informacion, krijojmë histori. Është arrogant, është i ftohtë, nuk i intereson, e konsideron veten më të mirë. Por ndoshta historia e vërtet është shumë më e thjeshtë. Ai thjesht nuk ndjen nevojën të tregojë gjithçka. Dhe tani mendo për veten. A je ndonjëherë ai person që hesht në një debat? A preferon të dëgjosh më shumë se sa të flasësh? A lodhesh nga njerëzit që kërkojnë dramë? A ke filluar të mos shpjegosh më çdo vendim që merr? A preferon disa miq të vërtet në vend të shumë marrëdhënieve sipërfaqësore? Nëse po, kjo nuk do të thotë automatikisht se je më inteligjent se të tjerët, por mund të tregojë diçka të rëndësishme. Ti po mëson të zgjedhësh ku e vendos energjinë tënde. Dhe kjo është një aftësi që vlen shumë. Sepse në fund të fundit, jeta nuk ka të bëjë me të fituar çdo debat. Nuk ka të bëjë me të bërë çdo person të pëlqejë. Nuk ka të bëjë me të provuar çdo ditë se sa i zgjuar je. Jeta ka të bëjë me të kuptuar se çfarë ka vërtet rëndësi. Kush meriton kohën tënde? Kush meriton besimin tënd? Cilat betejë ja vlejnë? Dhe cilat duhet i lësh pas? Ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz duken të ftohtë. Jo sepse nuk kanë zemër, por sepse kanë mësuar të mos ja japin zemrën e tyre çdo personi që kalon nëpër jetën e tyre. Përfundimi. Herën tjetër që takon një person të heshtur, mos u ngut ta gjykosh. Ndoshta nuk është arrogant, ndoshta nuk është indiferent, ndoshta thjesht po mendon, ndoshta po vëzhgon, ndoshta po kontrollon emocionet e tij, ndoshta ka mësuar se jo çdo konflikt meriton një përgjigje, dhe ndoshta
pas asaj fytyre të qetë që duket e ftohtë. Ka një botë të tërë që ai nuk ua tregon të gjithëve, sepse njerëzit më të thellë nuk kanë gjithmonë nevojë të bëjnë zhurmë. Disa njerëz nuk kërkojnë të jenë qendra e dhomës. Ata thjesht duan të kuptojnë çfarë po ndodh. Dhe ndonjëherë, heshtja e tyre thot shumë më tepër se 1000 fjalë. Prandaj mos e ngatëro gjithmonë qetësinë me ftohtësinë. Mos e ngatëro rezervën me arrogancën. Dhe mos e ngatëro mungesën e reagimit me mungesën e emocioneve. Sepse ndonjëherë, personi që duket më i ftohtë mund të jetë ai që ndjen më shumë. Thjesht ka mësuar të mos ja tregoj të gjithëve. Nëse kjo video të bëri të mendosh për veten ose për dikë që njeh, shkruaj në komente. A mendon se njerëzit e qetë janë të ftohtë apo thjesht më selektiv?